Qytetarët e Skënderajit bashkëvendastë e mi, a e dini për 5 vite e gjys çka ka investu bondat në Skënderaj? Imagjinone një orë kanë marru që kanë poshtë, e cila na ka kushtu mbi 1 milion euro, mbi 1 milion euro. Edhe do pisha i kanë mjellë si vjetë në mars, jënë thau, po që ka është me a keqja, ju do të mi ditë, se na jetojmë Skënderaj, edhe Skënderaj është i juni, jo i kriminelve i terroristëve. A dini ju qytetarët e Skënderajit se ura, ato të ura, na ka kushtu mbi 350.000 euro? Njëherë, ja ka dhonë Fadil Gargulesha, kjo Gabelica, ja ka dhonë babalokut vetë, 5 gjështakit, 240.000 euro për 1 metër knej, 1 metër knej. Por talshi, aja ka met, pa ja qitë të rëthojat, këta hekra tonëve, ja ka dhonë sa milështoki një pe terroristëve, një pe vrazve, një pe tentim vrazve, ja ka dhonë 60.000 euro për 2 mrezha me ja qitë knej. Ky terroristi e ka morë e ja ka dhonë prap djemve fejzlështokit. Me nreq me qita ta tela kështu. Pro, unë jam rjedha, unë jam shumë i rrezikshëm për ta. Se javdi edhe kryeshet lu, edhe lu në kryeshe soj ka. Edhe bashkarisht, neve na dohet, mos tërqethen kur t'i shuhëm. Ata le tërqethen kur t'na shuhën neve. Prandaj, propaganda e tyne, tipik serbe, tipik qetnike, ka bon që qytetarët e Skënderajit të friksohen, njëhen të stresuan, njëhen të maltretuan, njeri nga terroristët, i cili ka tentu të avret edhe avokatin, Gazmen Halilaj, përsa ka orë një qëllimtar me mu në radhët e iniciativës qytetare për Skënderaj, e ka morë telefon, të munu mi manipulu. I njëti terrorist, i ka morë 60.000 euro për që të 2 metë, për që të 2 farë, që të 2 telat skajve kështu urës, edhe gjdo kush që dënë të ndryshon menën, ky terrorist, ky vras, shkon edhe thijën telefon, edhe shantazhon, edhe kërcënon. Po, kanë drejt qytetarët më friksu, se ky terrorist, ky vras, ka tentu të avret, ka kry terror, bi avokatin, më falni shprehje, pedofil, i cili ka dhunu fëmi, ka dhunu një vajzë nga Lausha, ky avokat. Edhe ka tentu, ky terroristi ka tentu të avret avokatin. Kjo publike. Edhe i njëti terrorist pra me kishtir njeriun i cili ka kalu në radhët e iniciativës qytetare për Skënderaj, duke tentu ta shantazhon, duke tentu ta rikthen. Ky terroristi normal si ka interes me që sa ma shumë argat mjekër copit. Se mjekër copi ja ka dhonë 60.000 euro për 2 tela me qitë të ura ato. Prandaj, dvedisuhum se kina fëmi, kina familje. Mos u shqyqeni mu se si diçka personale. Unë jam zeri juv, unë jam zeri poplit, unë jam zeri drenicakve. Por edhe jam qlirimtar i cili nuk thyhet let. Jam një cung që copat e mija me zërhiqen. Prandaj, disa njerëz nuk e kuptojnë angazhimin tim. Disa tjerë thujnë pse. Por para prakisht, para se me hinë konflikt me ta, une jëm pregadit. Fort mirë jëm pregadit. Edhe po që këtu nga qendra Skënderajit, nga këtu ku ju flasun, kjo pjesë cep për më cep në qoshe, është e jemja. Edhe këta veshgohen me lup. Por, edhe informacionet i blej shtrejt. Sepse nuk du me shpif, nuk du me rejt. Sikur këta. Gjdo qytetari i Skënderajit, sot jeton me angth, jeton me stres, jeton me frikë. Si më dhonë si është i stresume. Shëndetësia është e stresume. Policia është në dorën e kriminalve, në dorën e dhunuzve.
si Agimi Drizi, ai alkoliki Faton Kajtozi, ky Kudra Likufti Zeneli, dhe me thonë, këta janë hetus, cilët edhe ja prishën kamerat me honës të ngrot atje, rehen edhe ja prishën kamerat. A dini pse së mdolin mu këta përbolo, unë për çdo ditë jam Skënderaj, qedër. A dini pse? Du me ju kallëzu, se unë jam i gatshëm jam për ta. Për tinza, edhe për tinza jam i gatshëm. Se unë s'kam pol tret. Na jem veç 2 pol. Unë edhe Samilo Shtoki. Nuk ko pol tret këto. Prandaj, këta janë të gatshëm e vjedh, unë jam i gatshëm i shliru venin tem, mi shliru poplin tem, nga bonda kriminele, e terroriste. Nga njerëz faqezi, gabel, si Fadil Gargulesha, i cili me profesionalizëm kryen krime dhe terror në buxhetin e komunës Skënderajt. A dini ju qytetarët e Skënderajt se po më afrohen 7 prona, po më afrohet gjithçka që unë të jam zagari Samilo Shtokit. A dini ju këto? Por ju, unë vetëm një mek të mije në poqën Skënderaj, që ti nuk ja thej zemrën. Që ato nuk e lejej më msho, pse po shkojnë me ta. A dini ju vllazit e mi e motrat e mija se këta nuk guxojnë mi lshu njëri tjetrin, se kanë vjedh bashk, kanë kry krime bashk për 25 vite. Une ka njëherë po rezervohna, se që ka di une për ta, që kam une për ta, ose duhet institucionet ose këta. Por, me ndihmën e Zotit, me ndihmën e popullit Drenicës, këta e në bo gërnoqa, këta e në plak, ka 20 kokra i pinta për me flejt, edhe me ndihmën e Zotit, ne do ta morëm Skënderajin. Por ju garantoj, se në momenti si ta morëm Skënderajin, këta, ato prona, ato pasoni, cilë nuk kanë posë shka i pele, s'kanë posë që tërsan, do të akthejnë popullit. Se gjitha ta asamblist, cilë kanë kry krime, kanë kry krim, duke ledzu, duke nënshkru, edhe duke votu. Krimet nuk plakën. Krimi nuk plakët asnjëherë. Prona e popullit duhet jetë e popullit. Pronën e popullit nuk mund e merr askush. E këta i kanë morë na për tavolina duke bo matematika. Çdo herë që këta më kërkojnë, do të më kanë ato. Prandaj, i jos vllazërit e mi Drenicak, që gradualisht bëhemi bashkë, bisedujmë, të këshilluhum, të afruhum, jurist, ekonomist, profesor, doktor, ma mirë është, që tu vitet e fundit, 2-3 vite, 2 vite si kanë me tina, se kjo mo, as gruja vetë s'kam i votu, se li më dikush tjetër. Ma mirë të bohëm bashkë, e të vuni pak, edhe hiq mos dashit Skënderaj, se edhe 20 vite tjera, se në rast, se kjo arrin, mi tjetërsu se këll Halilin, prit në mërgim goj shtremtin kër vjen ato, kryetari komunës. Prit në atë elhamdulillahin e tina, ku nëmën të Zotit, e duke trillu qytetarët, s'le gjon pa muaj kriminal. Ku shumica pasunis në Skënderaj, që janë nga hymja Polacit atje, ndaljet Klinës, edhe ndalje për Allahaush, i takon këtina. A është lindi hëm, a u ka boshi, a është ondra rezidencë, cila dhe kompani qoftë, është duke punu për këtë kriminal. Për bondat kriminele. O Këshin Lështoki, Samilo Shtoki, Mërgim Lështoki. Prandaj, sa ma herët që vedisohëm, sa ma herët që ngritëm për të mbrojtur fëmijët tonë, familjet tona, ne do të jemi vetvetja. Nuk ka PDK në Skënderaj. Ka bonda terroriste kriminele. Ka Milan Radojčić. Mos u mashtroni me thonë se PDK, s'ka PDK. Ky është këtu, edhe koha ky e ka shkatru gjithë shkafin. Prandaj, vedisënu që qytetarët tu
Vëllezërit tonë, fëmijët tonë, mos të mesin dorën e mërgim lështokit. Kjo është lufta jam, politike. Që fëmijët tonë, mos trajtohen ashtu si jemi trajtu ne nga sa me lështoku. Ky po tenton që gradualisht, se ky vetë sa covë, se ky zdes, gradualisht ta bjerat gëj shtrempin. Ta qetë venin e vetë, edhe ne, edhe pak se jemi metë, na largo krejt pikturit. 1000 hektar, 1200 hektar tok i kokë. Prandaj, nuk duhet t'i morrum lakmi disa kompanive, cilat janë 60 milion kredi. Ky ka shti. Edhe nuk duhet shkojmë nga aja, e cila është vetë vrasje. Por, një jëmë të kënoshën e të lumëtur me atë që e kemi në shtepe, me atë që e kemi me njerës. Prandaj, fuqizimi ju, angazhimi ju, injorimi ju ndaj tina, guximi ju që të afrohni nga të meje. Unë jam i juve, unë jam i poplit. Unë e poplit i nështrohem, i perulem. Institucionit, policisë, uniformës, i perulem. Por jo bondave terroriste kriminele. I kam liftu në 98, në 99, do t'i liftoj çdo herë që popli janë merë frymë lirshëm. Unë jam aktiv, jam shumë energjik, jam shumë pozitiv, që qytetarët e mi, dërnicakt e mi, mos ta ullin kokën për ta mbojnë lartë, sepse jemi krenaria e kombit, por jo t'i nështrohemi gojshtremtav, jo t'i nështrohem bondave kriminele terroriste, të cilët janë të gatshëm që ta friksojnë, ta tjetërsojnë poplin në favor të vetin. Kjo është e dhimshme. Nëse nuk vedisohni sot, dhe ta pagujme edhe me dekada. Prandaj, koha dhe ora e funit është tash, që ne behemi bashk, edhe ta qojmë dërnicën tonë. Imagjinoni me shku të lushtak që tash, për ofër shpis të këshin hojnit, i cili ka qenë me Serbi, e ki edhe rreth frutullimit. Pjesa tjetër e lushtakve, krejt familjet ndershme, krejt luftetar liris, krejt patriot, në derjan, javë kanë qu koblën, javë kanë qu dritën, e nuk javë kanë lidhë heq. Pse i duan të ljathë, i duan në stres, në presion, por poplin së në thynë, asë në mund askush. Prandaj, si çdo heri juve, për juve në çdo ku, për qytetarët e Skënderajt, cilët janë vlerë dhe aset. Une nuk dua që dikush të menon se une financohem apo dirigjohem nga dikush. Une dirigjohem vetëm nga popli. Në rast se kam nevojë për financa, une do t'i drejtohem poplit. Nuk dua financa nga askush. Në rast se e morëm Skënderajin, ju garantoj se shumë njerëz të mirë që i njohon Amerikan, Zvitran, Britanik, të cilët 24 ore për cilin së kal Halilin edhe këto. Ata janë të gatshëm që t'investojnë në komunën tonë dhe ta qojmë komunën për para, komunë e cila që 5 vite i ka investu 1 orë që konë Skënderaj, edhe që atur as 1 cent në përfshatra, as 1 ndryqim në përfshatra. E kanë ndryqu rezolën edhe Kryshesin, i kanë mor 150.000 euro, 60%, 70% nuk funksionojnë dritat. Prandaj, popli ka nevojë që të zgjohen nga gjumi. Jo lësë si vllai juve, si bashkëvendas juve, tim poshtim bondat kriminele. Zoti i marroft ata komandant, ata faqezi, cilët i shkojnë mrapa sa me lushtokit dhe friksojnë poplin. Ata janë dezertor, ata janë mercenar. Çdo njeri që është ofër sa me lushtokit është kriminal, është hajdut, ose këshymi mona elpinjës në ikon. Prandaj, na duhet për hir të fëmijëve, për hir të Kosovës, për hir të gjakut dëshmorëve, t'i lom, t'i injorojmë, t'i qesëm me njëm të gjithë. Menojmë për të ardhmen.
menojmë për fëmijët tonë, sepse do të na mbesin fëmija jonë edhe 2 dekada në dorën e gojshtremtit Mergim Lështaki, i cili mendon të vjen kryetar, por është Sokol Halili këto. Nuk mund vje gojshtremti mo. Unë jam prezent këtu edhe në zgjedhjet e ardhshme bashkë me juve do t'jam kallëzojmë venin në mënyrë demokratike, duke e fitu komunën mbi 80%, që asamblist, kur ta ngrisin dorën, t'ja morën pronat, t'ja kthejmë komunës. Kjo është lufta jonë e cila do të shkon deri në fund. Lufta jonë politike, e cila do të shkon deri në fund për fitoren e Skënderajit dhe për çlimin e Skënderajit, Skënderaj i cili vuan nga uzurpimi, nga terrori, nga krimi i cili funksionon njëjtë si kur në verim e Kosovës gjatë udhëheqjes të terroristit Milan Radojčić. A e dini qytetarët e mi se terroristi Milan Radojčić e ka pas njëtin kontabilist, Haxhibetën, një terrorist i cili është i dënuar mbi 40 burg edhe nuk shkon mbi mojt burgin, por vozit kerr mbi 200.000 euro. Edhe me apo këtë koça e ka numrat. Edhe këtë thik havo. Dhe me thonë, ma i vlerëshëm unë i terrorist, një hajnë, se një qlirimtar. Qërën çfarë gjendje ka orë populli Drenicës, ku njerëzit jetojnë me stres, jetojnë me frikë, sepse nuk po ka burg se i mbyll ta. Institucionet po heshtin, nuk guxojnë me amsy, rasti i funit që po çka i boni me honës, e rreheq njerëzaj, edhe erdhen hetust. Ai kajtozi alkooliku, erë kjo kudra Alikoftit Zeneli, ato i preshën komandanti, Agim Idrizi i preshën provat, i shkatrun provat, edhe apo ko kush ka e ban. Ku mos mu friksu popli? Kujna me besu popli? Cilët institucion me besu popli, kur e sheh krimin para syve, a di që shje i fort këto, Skënderaj. Skënderaj je i fort, veç nëse je i gatshëm. Nëse je i gatshëm, këta të respektojnë. Disa njerëz janë pa korrez. Një doktor e kom një duke thonë se një pjesë e poplit është pa korrez. Edhe lakon ka dush. Neve drenicakve nuk na ka hije që të lakohemi apo të tjetërsohemi. Lufta ime politike kundër bondave kriminele, terroriste, që janë njohna, do të vazhdon deri në poshtin e tyne. Prandaj, bashk, si dhe i kerogova, kështu i që ke durët. Bashk, 80% që ti mposhtëm dhe ti qojnë burg, sepse këta nuk flajnë rahat. Këta flajnë me stres, këta flajnë me medikamente, ne jemi sportista, ne jemi familjar, kem familjen shëndosh, kur e ki familjen shëndosh, fëmijët e shëndosh e ki dy janë tonë.